Ky është edhe mësimi ynë që neve do të ndajmë për sot, është dhe teksti ku neve do të ndalemi. Vargu i fundit është ai vargu përmbledhës që thot çdo gjë që merr prym le të lëvdoj Perëndin. Duket sikur kapitulli ose psalmi 150 është një psalm i shturtër, është po të shikosh psalmet e tjera kanë atë për shembull psalmin 62 që neve lexuam së bashku, po tregon, po të lexosh psalmin 62 tregon për atë sulmet që psalmisti kishte në ato momente nga armiqtë e tij. Edhe fillon edhe shkruan Perëndis edhe i këndon Perëndis. Në fakt shumica e psalmeve janë kënd. Po ti lexosh për shembull nga hebraishtja 10 rimojnë edhe si ka. Edhe shumica e tyre janë të tilla. Pra janë himn në adhurimi që i psalmisti i shpreh Zotit. Ndërkohë që vin tek psalmi 150, psalmi 150 duket shumë i shkurtër. Edhe është i shkurtër 6 vargje. Po psalmi 150 të detyron që ti të shkosh të përmbledhësh psalmet e tjera. Sepse është si mund ta thuash i ve kapakun çdo gjëje të mundshme që neve mund të mendojmë. E para është që kur thua të lëvdosh Perëndin, do të thotë që linda ajo pyetja e famshme, pse? Apo jo? Që ne mund të bëjmë për çdo nisëm që mund të marrim, pse? Po sepse është përmirësore dhe e përgjithshme është që neve e dimë që Perëndia është, si thua, është sjellja jo, është shpëtuesi ju, është ngushëlluesi ju, ankoruesi ju. Ku neve shkojmë, është ai vendi ynë i qetësisë shpirtërore, ku neve ne shkojmë atje për preje, për paqe, për qetësi. Psalmet janë të ndara në 5 seksione. Psalmet nga 1 tek 41 janë grupi i parë, grupi i dytë fillon nga 42 deri te 88-89 dhe pastaj nga 89 edhe në vazhdim deri tek 108 dhe edhe derisa shkojmë tek 150. Pra ka 5 seksione. Edhe duket sikur edhe një herë psalmi 150 nuk përmban ndonjë argument real, mësimi. Se thot lavdoni Zotin, lavdoni Zotin. Por në fakt ka arsye shumë të forta që neve na thot lavdëroni Zot. Po mendoja në fakt tani në mëngjes cila do të ishte një arsye ose që njeriu mund të mendonte që nuk do të kishte nevojë për Zotin. Qofse neve do kishim, të fillojmë të fantazojmë 5 milion euro, 10 milion euro, 50 milion euro, a do të adhuronim neve Zotin? Shumë njerëz mund të thonë që dua Zotin, se kam para. Por në fakt është, ju kujtohet ajo historia me Jezusin, ku Jezusi tregon për një pronar shumë të fuqishëm që bëri ishte shumë korra të mëdha. Edhe ai bëri sa aq të korra arriti, aq shumë prodhim bëri atë vit, sa mendoj që nuk do punonte gjithë jetën e vet. Tani tha unë ka shpëtova. Tani tha unë do ndërtoj një hambar shumë të madh edhe do ruaj të korrat e mia, edhe pastaj nuk do të ha dhe do ta shijoj jetën time. Shiko tha se çfarë kam arritur. Po ai në ato momente harroi që t'i jepte lavdi Perëndis dhe i dha lavdi vetes. Po atë natë ai nuk pa një ditë tjetër, nuk gëziu më.
nuk u zbarti ti tjetër që ai të shikonte. Po atë natë jeta e tij u mor. Psalmistët nga fillimi, kush është njeriu o Perëndi, thot, o Zot, që ti mund vish ta vizitosh. Ai njerë me Jezusin. Kush është Perëndia, kush është pra njeriu që Perëndia i kushto ka kaq shumë vëmendje, kaq shumë dashuri. Neve në fakt mund t'ingëlloj që keq, mund të na t'ingëlloj si në një plan fytyrës, por realiteti është që Jakobi na thot tek kapitulli i parë, ta konsideroni gëzim të madh o vëllezërit e mi kur ndodheni përballë provash, përballë problemesh. Kush është ai person, kush është ai njeri që do të gëzoj në ato tilla momente? Po në fakt, në shumicën e rasteve, ndodh që shpirti i njeriut, fryma përulet edhe zgjat dorën tek Perëndi. Në fakt, ato momente, ajo kohë është një kohë shumë e frytshme që ti ushqehesh shpirtërisht. Që ti ushqen shpirtin tënd me Zotin, sepse ti po derdhesh përpara Zotit me problemet, me shqetësimet tuaja. Shpesh herë, ose 100% të rasteve është kur neve shkojmë tek Perëndia, neve kërkojmë me iden për të marrë zgjidhje të problemeve. Kjo është e vërtetë. Edhe le mos jemi egoistë dhe të themi që jo më shkoj sa adhuroj Zotin. Po kjo është e vërtetë. Edhe shpesh herë neve nuk e kuptojmë arsyeën që ka ndodhur këto gjëra. Edhe është e vështirë në momente të vështira, në momente vuajtjesh, në momente dhimbjesh, neve t'japim përgjigje pyetjes pse. Shumë njerëz, domethënë, kur ndodhin probleme të mëdha, qofshin vuajtje, dhimbjesh e këto të gjitha, aty është një ndarje shumë kritike, që njerëzit ose ngurtësojnë shpirtin më shumë, zemrën më shumë, edhe largohen nga Perëndia, edhe nuk duan t'ia dinë më për Zotin, pse pa bëri Zotin. Dhimbja jonë është e vërtetë, është e drejtë. Edhe nuk ka pikë dyshimi te kjo pjesë. Por ama ne duhet të dimë shkaqet që neve na shkaktojnë këtë dhe ju do të thoni po pse ndodh. Një nga bisedat tona pak më përpara, madje edhe juve përpara se të filloni, po diskutoni se çfarë ta ha. Se si të ushqehemi, kush janë gjërat më ushqyese, më dobidhënëse për trupin tonë, për shëndetin tonë. A është e vërtetë kjo? Po është. Edhe unë jam i sigurt, nëse unë do t'ju nxirrja juve një tabelë tani me ushqimet më ushqyese dhe më që kanë vlera shumë të mira të vitaminave, të mineraleve që trupi ka nevojë, ju do të ishit shumë të vëmendshëm. Madje do të kërkoni edhe ndonjë kopje, në një printim që ta kishit në shtëpi. Po çfarë ndodh? Koha, bota ku neve po jetojmë është kaq shumë, po bëhet kaq shumë e ligë, kaq shumë që neve njerëzit po sulmojnë njëri tjetrin. Për shembull, po qarkullojnë një video nëpër internet kështu që po prodhojnë atë sallatët. Marrin lëndët kimike, e fusin në ujë dhe e mbledhin edhe e bëjnë si sallatë, si lak. Edhe e vendosin edhe e shesin në vitrinë nëpër supermarket. Edhe neve bëjmë pyetjen pse më ndodhi, pse u smura. Kur neve vetë njerëzit, se është marrin mend neve kishim ajo libri ynë atëhershëm ishte Dituria e natyrës. Edhe një nga mësimet ishte zinxhiri ushqimor. E mbani mend? Në mbaj mend ishte edhe me figura të vogla kështu edhe tregon. Ky është zinxhiri ushqimor që prodhuesi ka përgjegjësinë ose ta ushqej ose ta helmoj një person tjetër, atë konsumatorit. Pra,
Por neve marrim këtë lloj përgjigje, ne përsëri mund të themi pse, sepse neve mund të themi që do të kishim një trup të hekur, ose pse Zoti e lejoi atë që ta prodhonte. Apo Ikësia që edhe kjo është ajo që të kuptojmë realitetin toksor është që kur djalli erdhi në tokë, domethënë erdhi për të shkatërruar. Edhe e bën këtë më së miri duke shkatëruar njerëzit moralisht, shpirtërisht. Edhe i bën që njerëzit të urrejnë njëri tjetrin, të urrejnë Perëndin. Edhe në shumë aspekte të tjera, madje në Amerikë domethënë qarkullojnë edhe video, nuk e di. To mase janë dhe konspiracione që por ata qarkullojnë edhe për fruta të tjera që janë domethënë si tip gjelatine. Edhe pretendojnë që është një mollë ose një avokado ose një frut tjetër. Por gjithashtu kemi parë edhe fruta të tjera që përdorin ngjyrues. Domethënë për shembull mollët të bëhen sa më të kuqe, sa më të bukura, sa më të gjithashtu përdoren edhe konservantë të ndryshëm. E keni vënë re që frutat kur neve i blejmë në shtëpi, ato nuk jetojnë më shumë se sa maksimumi një javë. Ndërkohë atyre në magazinë jetojnë çik më shumë. Edhe kjo është arsye që ndodhin këto gjëra që ndodhin, edhe që trupi ynë sulmohet. Ka vajtur puna, edhe ka ardhur puna që neve vezën ta blejmë me mik, sallatën ta blejmë me mik, panxhanin e kuq ta blejmë me mik, mishin ta blejmë me mik, qumshtin ta blejmë me mik. Pra të gjitha produktet ushqimore që janë të nevojshme për njeriu janë bërë të tilla. Dhe ne përsëri bëjmë pyetjen pse. Është e sigurt që diçka në fund gjithë secili prej nesh përpara Perëndis do të vijë dhe do të japë llogari, ai person do të gjykohet. Do të gjykohet akoma më ashpër. Neve mendojmë që neve do mund të marrim hak duke e kapur, duke arrestuar një person, si themi ne, mund të themi me të keqen, ai është për ta varur, ai është për ta kryqëzuar, ai është për ta bërë kështu. Zoti na siguron që do të jetë akoma më e rrjedhshme për njerëz të tillë. Por do të jetë për një kohë kur Zoti e ka vendosur që të vijmë të gjithë përpara atij që të gjykon. Dhe ky është realiteti, por që na bën neve që nëse nuk e di, nëse do marrim këtë mendojmë këtë lloj mendësie, duhet na ngushëlloj sadopak, por duhet t'i japim edhe Zotit të drejtën që meriton. Si kemi ne atë shprehjen, ke natë foli haku, apo jo. Kur Perëndia na ka lënë neve në dorë të zgjedhim, të veprojmë, të ndihmojmë ose të sulmojmë ose të shfrytëzojmë njëri tjetrin. Perëndia na thot lëvdoheni Perëndin në shenjtoren e tij. Shenjtoria e Perëndis ku jemi më e bukura në kohën e atëhershme, Perëndia na thoshte do të shkoni në vendin e shenjtë dhe në vendin shumë të shenjtë. Nëse mbani mend, në vendin shumë të shenjtë nuk mund të hyje përveç se priftit që Perëndia e zgjidhte, Perëndia i caktonte veshje, dhe Perëndia thoshte nëse ti do të bësh të gjitha veprimet siç duhet, ti do të jetosh. Nëse ti nuk jeton, nëse ti bën gabim, mbani mend ata i lidhnin priftit një rritar në mes, edhe nëse ai nuk kthehej në kohën e caktuar, nuk u lejohej që të hynin brenda teksa do vdiste. Por e tërhiqnin me litar. Domethënë, nëse do ishte puna e litarit, ti do të afroje përsëri sakrificën. Shenjtoria tashmë është shpirtërore. Është Jezusi sakrifica e gjatë. E dini hebrejt thot diçka interesante sepse në qoftë se ju thot mëkatoni si punë e priftit që nuk ofron ofertën tënde, di çfarë i bëjnë neve Jezusit, po e çojnë në kryq përsëri, po i ngulin gozdat në duar dhe në kam, po e lejojnë
që ta përjetojnë vdekjen. Edhe kjo është në mënyrë të vazhdueshme në gjithë secili. Edhe Perëndia, kur neve vim së bashku sot këtu, nuk është se ka ndonjë gjë të veçantë, neve e dim këtë gjë, po ky vend ku mlidhem. Por është Jezusi që na shenjtërone, na pastrone, që të vinë në altarin shpirtëror përpara Perëndisë dhe ata adhurojnë Zotin. Lëvdojeni, thot në shenjtoren ti deri në kupën qellor. Neve si njerëz tahtohet që mos kemi të frikë, mos kemi turp të dëshmojmë që i përkasim Krishtit. Në fakt, tu nuk, në Shqipëri nuk është se ndodh ndonjë përsekutim i madh të kjo pjesë. Neve jemi të lirë që ta shpallim atë të drejtën tonë, besimin. Ka vende të tjera që vritet. Për shembull, Kina dhe sot e kësaj dite nuk e lejon krishtërimin. Ata mlidhen në përbodrum. Ata janë, shikoni çfarë interesante është. Ata e kanë persekutime aq shumë të forta sa ata vriten, e kushton jetë, por ata e kanë mësuar Biblën përballë. Aq shumë, domethënë, kanë arritur atë. Sa, nëse neve do përmendim Psalmin 150, Psalmin 119. E dini që Psalmi 119 është psalmi më i gjatë në psalmet? Dhe ata e kanë mësuar për mëngjes. E Zanafillën, e Eksodin, e numrat e gjithë me radhë. Ata e kanë mësuar për mëngjes. Madje ata e bëjnë, domethënë qarkullojnë ca misionar që kanë shkuar atje në Kip, ata caktojnë për shembull që njëri do mësoj këtë kapitull, njëri këtë e kështu me radhë. Edhe e citojnë në publik ku mlidhen bashkë. Në qoftë se neve do donim të shikonim se si vepron Perëndia, aty do të ishte. Imagjino, gjithë secili prej nesh mund të ketë paktën 2 libra, 2 Bibla, libra fizik në shtëpi. Kemi mundësinë që të instalojmë lloj-lloj aplikacioni biblik edhe në të Biblës, edhe në për telefonat tonë. Edhe këtu në Shqipëri po dalin disa versione të ndryshme, përkthime të ndryshme, po punojnë pra që ketë përkthime sa më afër originalit. Në anglisht po, në italisht po, edhe në shumë gjuhë të tjera. Por neve jemi bërë aq shumë të mbel, sa kemi të vështirë që të themi një libër të Biblës. Madje ka njerëz sot që nuk lexojnë. Nëse ti do të bëje një pyetje, qoftë historisë, qoftë gjeografisë, qoftë biologjisë, matematikës, kimisë, çdo gjë, prit ta shikoj pak. Do nxjerrin telefonin edhe do ta kërkoj. Qoftë do i bën dhe pyetje dhe fëmijët tanë janë bërë dembela, madje edhe shumica të mëdhenjve janë bërë dembela kur i thua një numër llogarit 10% e një mishës. Prit ta nxjerr pak. Neve nuk është se po vuajmë në ata që nuk kemi. Neve jemi bërë skllav të këtyre gjërave që kemi. Lëvdoni me tingullin e borive, lëvdojeni me tingujt e harpës dhe me qeste. Perëndia na thot lëvdojeni atë Perëndin tuaj me çdo gjë që ju keni. Qofse do të bani një muzikë, një instrument muzikor, lëvdojeni me të. Bini që t'jetë për lavdinë e Perëndisë. Në qoftë se ti e lavdëron Perëndin me gjithë shka që ke, Perëndia do të bekojë. Nuk e di se si ta bëj, se mund të jeni edhe në momente të vështira tani edhe kërkoni përgjigje pyetjes pse. Por nga historia biblike na tregohet se Perëndia nuk i ka braktisur njerëzit e tij. Edhe unë nuk mendoj që Perëndia do ta bëj pikërisht tani. Një gjë është e sigurt, po siç mas neve edhe nuk na pëlqen ta pranojmë sepse duam ta shijojmë këtë jetë. Neve një ditë do të jemi me Zot. Ju kujtohet historia me Lazarin që vdes dhe atë të pastorit? Ata të dy
Njëri shkoi në ferr e njëri shkoi në parajs. Vujtjet e atit lutit Lazarit mbaruan kurse atit të pasurit sapo filluan. Edhe ai u lut Zotit, o Zot, thot lutem ta pak të çoj në lajm, në mesazh, në SMS atit vllait tim, vëllezërve të mi, që të ndryshoj, që mos të vinë këtu ku jam unë. Po kam pasur, tha, kam njerëz plot që dëgjojnë fjalën time, fjalën e Perëndis. Po çfarë bëjmë ne me këtë gjë? Gjithë secili prej nesh ka përgjegjësinë shpirtërore edhe fizike për njëri tjetër. Sepse jeni inkurajim për njëri tjetër. Është shumë e rëndësishme kjo gjë, që neve kemi përgjegjësinë ta inkurajojmë njëri tjetër. Shpirtërisht. Qëse neve mblidhemi të gjithë bashkë, ta adhurojmë Perëndin siç po bëjmë sot, është pikërisht se neve duam Zotin, jam i sigurt që jemi në të njëjtën faqe të kjo pjesë. Por gjithashtu duam dhe njëri tjetrin. Më tregon ai djali xhaxhaj që është në Australi, thot këtu fatkeqësisht thot paktën çka kam parë më deri tani nuk bëhen 3 shqiptar me ida. 2 thash shkojnë, tha, i treti tha prish punë. Aty ti ndodhi dhe vetë, domethënë ishte me një shok te nga Fier. Për shumë kohë shkonin mirë, shumë vite me radhë. Mori të vllanaj edhe u prishë. Tani shkojnë, por nuk shkojnë sa shkonin më përpara. Këtu tha në Australi, tha në zona të ndryshme, sepse aty ju e dini që Australia është pafund. Vin tha kinesta. Vin tha 50, 100 kinesa. Se që shfuten me i shtëpi tha një zot e madhe ditë. Se ku si fleta, se që fleta, unë nuk ditë them. Po mbas 6 muajsh, mbas një viti tha, kja aty tha nuk quhet më tha shtëpia kinezit, po quhet lagja kinezëve, sepse ta gjithë kanë bërë një shtëpi. Po çfarë bëjmë tha? Punojmë bashkë. E të gjitha do bëhen në shtëpi, tha, do bëjmë në shtëpinë e Klodit, do bëjmë në shtëpinë e Altinit dhe të gjithë në radhë. Do punojnë 1 muaj rresh domethënë për atë person. Por ai person vetë neve e dim që nuk mund ta bëj dot shtëpinë për aq kohë, apo jo, do duhet me vite të tjera. Neve sot e kësaj dite neve jemi dëshmitar që na duhet një jetë e tërë që ta fusim kokën me një 30, 40 metra, 50 metra katror, po që me fat 60. Apo jo. Edhe ky është realiteti që neve kemi. Pra, ajo çfarë desha të them, neve kujtojmë mësimin që kur jemi bashkë, neve inkurajojmë, forcojmë, ndihmojmë njëri tjetrin. Po është e kundërta. Ne nuk gëzojmë me njëri tjetrin, ne thojmë desha unë të isha aty tek vendi aty, që të bëj pikërisht atë gjë. Kjo nuk është për lavdinë e Zotit. Lëvdojeni me dare, me valle, lëvdojeni me vejla, me tela dhe me frymë. Pra me çdo gjë që ti ke, ti lavdo Zotin. Ti lavdoje Zotin. Unë mase nuk do jam shembulli më i mirë, dhe di që edhe ndonjëherë nuk ndjehem i duhuri për të dhënë mësimin e radhës. Për çështje të ndryshme, për dashurinë, për respektin e kështu me radhë. Por ama ne duhet gjithsecili prej nesh të përpiqet që ta lavdëroj Zotin me çdo gjë në jetën e vet. Ashtu si sulmet e botës janë, neve dim që njerëzit bota është e pahishme, e pamërshirshme kur dalim jashtë. Ne shpesh herë neve dhe si prindër tregohemi të rreptë me fëmijët. Unë i besoj fjalës së Perëndis, fjala e Perëndis na thot, nëse ti e do fëmin tan, mos e kurse fut. Nuk po themi që të rrafen çdo ditë, se s'ka kuptim. Por kur ka një gabim, një problem në ashtu, duhet të ndëshkoj, sepse neve dim që ndëshkimi është më i ashpër për botën janë. Është shumë e frikshme bota atje.
Bota atje nuk do të regohet një mëshirshëm, neve si prindër, unë ka ardhur ajo radha, që si prind kur edhe që lloj dhe godas fëmin tim, ai mund qari, se ashtu po unë qari akoma më shumë. Bota jashtë nuk e ka atë lloj dhimbshurie, atë lloj ndjesie kur prek fëmin, kur e godet, kur e shfrytëzon. Nuk do me ditë hiç. Neve e dim shumë mirë këtë gjë. Qofse ti nuk bën për shembull edhe për punën, qofse ti nuk bën punën që ke për të bërë, nuk të marr njeri për të bukur e për të mirë, apo jo, këtë e di. Por qofse ti i bën atë që ka kërkuar që të bësh, atëherë ti vlen. Perëndia na thot lëvdojeni vargu 4, 5, lëvdojeni me cembana tingëlluese, lëvdojeni me cembana kumbuese. Me çdo gjë, me qenien tënde, me shpirtin tënd, me frymën tënde, ti lavdëron Zotin. Ashtu siç mëshira, ashtu siç Perëndia është mëshirshëm e i hirshëm me ne. Prandaj unë i thash që në fillim Psalmi 150 është si kapaku i të gjitha gjërave vuajtjeve që përshkruan nga Psalmi 1 deri tek Psalmi 149. Dhimbjeve, shqetësimeve, profetizimeve që Psalmi tregon dhe për vuajtjet e Jezusit, që Jezusi përjeton në kryq. Sepse edhe për sharjet e për gjitha këto, sepse kjo na tregon që po, ja vlen që ta lavdërojmë Perëndin, ja vlen sepse Perëndia është ankoruesi ynë, është vendi ynë i prejes, vendi ynë i paqes. Nuk i kuptojnë gjitha, por duhet të dim diçka që në një moment ne do t'i marrim këto përgjigje. Por duhet të dim që bota ku neve jetojmë ka dhe ligësi që veprojnë kundra njerëzve të Perëndisë. Me gjëra të vogla, me gjëra të pa, kur njerëzit thonë që çfarë po bëj unë, kam të drejtën time të ndryshoj energjinie dhe kështu me radhë. Po është kundra natyrës së Zotit. Duam demokraci. Edhe shpesh herë na thuhet le të bëj çfarë të duaj kështu me radhë. Por nëse neve e dim që nëse dy njerëz me gjini të njëjtë, nëse do t'i çonin në një ishull, ata nuk mund të atyre do të ishte fundi i tyre për njerëzimin apo nuk do të shumoheshin, nuk do të shtoheshin ashtu siç Perëndia e ka caktuar të bëjë. Çdo gjë që merr frymë le të lëvdoj Zotin. Pra ne kemi këtë lloj bekimi që marri frymë, jetoj. Le ta lavdërojmë Zotin me gjithë zemrën tonë, me gjithë shpirtin tonë, me gjithë qenien tonë. Mos harroni. Ne mund të jemi të qetë, në paqe, mund të jemi mirë, edhe nga ana ekonomike, por duhet gjithmonë t'i japim Zotit vendin që meriton. Le të gjithmonë të mundohemi të caktojmë kohë për Perëndin. Mos ta harrojmë këtë. Lavdërojeni Zotin me gjithë qenien tuaj, me gjithë zemrën tuaj. Paqja dhe hiri i Perëndisë qofshin me gjithë secilin prej nesh. Zoti na bëkoft të na dhënë paqe.